ditë, po sigurisht që do të shohim edhe një herë deri në momentet e fundit se si do të rëndohet. Okej, kam pyetje dhe komente këtu në studio. Lushtako është bashkë me neve dhe ne e vlerësojmë këtë. Nisim me zotin krenar Shala, këtu urdhëro djathtas. Përshëndetje. Po kërkoj falje, ndoshta pendroj temën, po jemi në këtë cikël zgjedhor dhe nuk po më duket që ka shumë dallim sepse njëra ndaj tjetrës ndikojnë dhe anasjelltas. Më shumë po du me përqendru pyetjen në zgjedhjet qendrore dhe pamundësia për të krijuar qeveria. Tash kritika me vend është që pse vetëvendosja i boni kërkesë veç LDK se nuk i boni edhe partive tjera, të paktën mi au dërgu një letër edhe me diskutu. Tash në fund nashta kish dalë që nuk mundën mu pajtu, po të paktën me bo një hipotezë të tillë. Tash ata i din arsyet e tyre, disa të cilat i kanë thonë në publik që pse se kanë bo. Nëse e kish bo ndaj josh, qata mërmenja, cili ka qenë disponimi, duke marrë parasysh që lideri i vetëvendosjes, kryeministri në detyrë apo deputeti, qysh do një thuni, ka thonë në një debat televiziv që me PDK-n është problem se mas pari nuk e din me kënd du të me full. Aty janë 4-5 kryetar. Pra, duke marrë parasysh, leta konsiderojmë këtë deklarasi të mirëqenë. A mendoni që kjo arsye do të ishte shumë problem për partinë që të vendoste pro ose kundër për të bërë pjesë e qeverisë, pra si a e keni diskutuar? Është pyetja yte, a i ka 4-5 kryetar PDK-ja, apo thu kështu? Jo, nuk është ajo. Ajo është veç, a ka mujtë më konë si problem që vetëvendosja e ka identifiku për që ata se ka dërgu letrën heq, edhe nëse e kish dërgu, a i shit konë për, apo i shit konë kundër, apo a e keni diskutu që qështja dhe po besoj që e keni diskutu. Po sigurisht edhe pse kjo pyetje hipotetike, ne e dim shumë mirë që kemi pas një vendim shumë të shpejt sa i përket qëndrimit tonë politik, edhe nëse na kish ofruar për koalicion, ne nuk kishim shku me vetëvendosjen, duke pas Albin Kurti si kryetari i vetëvendosjes dhe fytues i zgjedhjeve apo jo me numrat mjaftueshëm, ka tërgu një ideologji dhe një fjalor përçarës edhe gjatë zgjedhjeve edhe pas zgjedhjeve dhe sigurisht që nuk i duhet një frym për 4 vitet të ardhshme të qeverisë një njeri që nuk unifikon, por përçon dhe sigurisht dhe nuk përparon me jetësu premtimet e tij apo edhe të koalicionit më të gjerë nëse kish ndodh ajo, sepse kemi po për 4-5 vite realisht ka pas një realizueshmëri shumë të vogël të premtimeve të tij dhe sigurisht që ne nuk dëshirojmë me shku në qeveri me një njeri që ka performu dopt në aspektin edhe të performancës, por edhe në aspektin ideologjik që realisht nuk përputhem, kemi një ndek të madh mes njëri tjetrit dhe besoj që edhe po të na kish ofruar Albin Kurti nuk do të kishim dhënë dritën e gjelbërt për koalicion. E dha përgjigjen, urdhëro Drenori? Apo edhe një çështje. Po, se edhe krenari se pas ka përmbyll, po, urdhëro. Lutem vetëm një çështje. Se sigurisht çdo kundërshtar mundohet të përçojë edhe subjekte të tjera politike dhe të mundohet të çet mjegull në strukturat e tyre për qëllimet e veta të përfitimit. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjithmonë unike, e ka kryetarin e saj dhe sigurisht që vendimet të ne merren në strukturat e partisë, nuk merret nga jashtë strukturave të partisë, e sidomos nga dikush që është jashta subjektit politik apo jashta strukturave që pa marrë përgjegjësi fare hiç në llogaridhënie, siç është Diona Mihali për shembull, jashta krejt strukturave të partisë dhe institucioneve, merr vendime për qytetarët e vendit dhe të Kosovës. Do më thonë, me këtë përgjigje, ju një farë po ja aprovoni qëndrimin e vetëvendosjes që ma mirë ko ka konë për ta mos mi uftu juve, e para. Edhe e dyta, masi nuk ju ka uftu juve, edhe ka dështu formimi qeverisë nga i pari fituesi zgjedhjeve, pra, fituesi relativ, apo mendoni që ju prap e keni gabim që ju nuk e formu qeverin me opozitën, pra, se ty dush me bo diçka, ty nëse s'bosh me të parin, ty dush me gjithë një zgjidhje, ose të paktën,
Mos me kritiku vetëvendosjen pse s'ka arrit me bo qeverinë, se ti nëse s'e bën